Vilson Agaj, Orest Çorapaj dhe Julian Zogaj mbajtën peng për 2 javë shqiptarin nga Kosova Fisnik Xhaka u shtruan dhunë dhe kërkuan 70.000 euro për lirimin e tij. Ngjarja ndodhi në Vlorë, ku 3 personat nga zonat rurale të këtij qyteti, fshatrat e lumit të Vlorës, rezulton se janë njohur me Xhakën në një vend të Bashkimit Evropian, më konkretisht në Suedi. Gjatë kësaj njohje, 3 të rinj nga fshati Bashaj kanë kryer marrëveshje të paligjshme për trafik droge. Shtetasi nga Kosova i ka lidhur ata me një person tjetër jashtë vendit dhe vlonjatët kanë dërguar drogën në një vend të BE-s. Vend ky i pacaktuar, pasi të arrestuarit nuk kanë treguar asgjë, madje as telefonat e sekuestruar nuk nxorën asnjë informacion. Pas kësaj, personi që mori drogën jashtë vendit nuk u ka kthyer parat vlonjatëve. Për këtë arsye, këta të fundit kanë marrë peng shtetasi nga Kosova, që ka dalë garant, duke e mbajtur për rreth 2 javë, madje kanë ushtruar dhunë me shpresën për të marrë pagesën. Motra e shtetasit nga Kosova, që jeton në Suedi dhe kishte dieni për ngjarjen, ka qenë ajo që kontaktoi Interpolin. Interpoli më pas njoftoi policinë e Vlorës, e cila duke përdorur lokacionin e dërguar nga motra, arriti të arrestojë 3 personat brenda 15 minutash. Fisnik Xhaka, i cili kishte plagë të lehta, ju dha ndihmë e parë dhe u lirua, ndërkohë autorët nuk kanë pranuar të zbulojnë vendin e saktë ku ishte dërguar droga,